Christian Shpendi pretendoi një ftesë nga kombëtarja shqiptare edhe pse trajneri Silvinho e kalon në harres autorin e 11 golave në Serinë B në këtë sezon, dhe për te Adriatikut përmendet gjithnjë më shumë ideja e një ftese nga Italia thjesht për stërvitje. Për vetë Djaloshi pret me padurim një ftesë kuqezi, siç e tregoi në një intervistë radiofonike për Onda Bianconera. Në emisionin që i kushtoi Cezena se i ka folur dhe për një ftesë të mundshme nga Shqipëria, duke konfirmuar se do i thoshte më njëherë po nëse do të merrte një të tillë nga kombëtarja për ndeshjet e qershorit. Nëse më vjen nga ekipi i parë, padyshim do më pëlqente dhe do të thosha po, sepse është krenari të vesh fanellën e kombëtares shqiptare. Nëse më vjen, do ta pranoja, tha ai. Më pas futbollisti shtoi se nuk kishte caktuar në mendin e tij një plan të qartë se kur synonte të luante në kampionatin e elitës, edhe pse ofertat nga klubet e Serie A nuk i mungojnë. Unë dua të them që nuk kam objektiv me vite, do të doja të luaja në një kampionat të nivelit më të lartë kur të jemi gatshëm dhe ta di që jam gati, do të doja të luaja në nivelin më të lartë, nëse pas 1, 2, 3, 4 vitesh nuk e di, por kur të jem gati, tha Shpendi.